Përshëndetje, nderuar teleshikues. Financat e shqiptarëve kanë qenë në sfidë të vërtet 3-4 vitet e fundit. Nisur nga pandemia, përkeqësuar nga konflikti në Ukrainë, konflikti ushtarak pra në Ukrainë, nga normat bazë të interesit, nga inflacioni për shkuar më tej tek kursi i këmbimit. Në fakt kemi pasur disa tregues mjaft pozitiv siç kanë qenë flukset e depozitave dhe kreditimi i sistemit bankar. Çfarë presim në vijim? Këtë bisedë duhet ta bëjmë me institucionin i cili i njeh më mirë se të tjerët financat e shqiptarëve, pikërisht me Bankën e Shqipërisë dhe pikërisht me drejtorin e Departamentit të Stabilitetit Financiar, zotin Klodion Shehu. Zoti Shehu, pikës pari, faleminderit shumë që pranuat ftesën. Faleminderit juve. Unë thash sfidë, ishte i tepruar si term apo ka qenë sfidues ky 3-4 vjeçar për financat e shqiptarëve? Në përgjithësi, zhvillimet kanë qenë sfiduese kudo në botë. Absolutisht. Dhe sigurisht që ato që ndodhin në ekonominë botërore, influencojnë edhe në ekonominë e vendit. Ju e përmendët që ekonomia shqiptare është dashur të përballet me disa sfida, duke filluar nga tërmeti 2019, pastaj situata e pandemisë, dhe pastaj një sër probleme që kanë ndodhur në tregun ndërkombëtar, sidomos në vitin 2023. Cilat u reflektuan këtu s'mund të shmangeshin, absolutisht. Pati një lloj volatiliteti në disa tregues, po duhet të thënë që sektori bankar dhe sistemi financiar në përgjithësi e kanë përballuar këtë situatë mjaft mirë. Kjo jo vetëm falë ndihmës që i është dhënë nga autoritetet publike, duke përfshirë qeverinë, por edhe Bankën e Shqipërisë, por edhe nga vetë gjendja e sektorit bankar dhe e sistemit financiar, e cila në përgjithësi ka qenë e mirë dhe e qëndrueshme. Nëse më lejoni, mund përmend disa zhvillime pozitive, të cilat kanë ndodhur në vitin 2023 dhe në vitin 2024, në pjesën e parë të vitit 2024. Konkretisht kemi pasur vijimin e zgjerimit të aktivitetit të sektorit bankar, e cila ka qenë gjithëpërfshirëse. Pra është parë si në rritjen e kreditimit, si në rritjen e investimeve të sektorit bankar në tituj, ashtu edhe në vendosjet me jashtë. Nga ana tjetër, në bilanc janë rritur depozitat, siç e përmendët dhe ju, depozitat si në lek, ashtu edhe në valutë. Sektori bankar vazhdon të ketë pothuajse gjysmën e veprimtarisë së tij në valutë, që do të thotë kjo e bën disi të ndjeshëm ndaj lëvizjeve në kursin e këmbimit. Duke pasur parasysh mbi çmimin që ka ndodhur në kursin e këmbimit në këto vitet e fundit, kjo në një farë mënyre e ul disi vlerën e transaksioneve në valutë dhe të balancave në valutë sektorit bankar, duke bërë që rritja të jetë disi më e vogël. Pra në rast se kursi i këmbimit do të ishte në nivele që ka qenë më përpara, sigurisht dhe ritmet e rritjes do të ishin më të larta. Nëse i shikojmë një për një zërat e bilancit, pak a shumë. Po, ju lutem, doja fokusoheshim pak tek shëndeti financiar i sistemit bankar, mund të na përshkruani pak shkurtimisht? Patjetër. Kemi pasur disa tregues shumë të mirë performancës financiare. Konkretisht sektori bankar ka qenë me fitim në vitin 2023, me një rritje të normës fitimit me gati 45%. Rekord? Po duhet të thënë që viti 2023 ka qenë një vit i jashtëzakonshëm. Nuk ka ndodhur vetëm në Shqipëri, ka ndodhur edhe në vendet e tjera të Bashkimit Evropian dhe në vendet e rajonit. Lidhet me faktin që rritja e normës interesit që ndodhi për shkak të efekteve që kishte në inflacion lufta e Rusisë në Ukrainë, për shkak të rritjes normës interesit, kjo rritje normës interesit u transmetua më shpejt në kredi se sa në depozita, dhe si rezultat ato që ne quajmë të ardhurat neto nga interesi për sektorin bankar u përmirësuan ndjeshëm. Ritmi i rritjes ka qenë i mirë edhe në pjesën e parë të këtij viti, pra të 2024, ndonse ritmi ka qenë disi më i ulët patjetër se sa viti 2023. Nga baza krahasuese apo kemi frenim? Po sigurisht rritja e normave të interesit nuk ka vazhduar. Njëkohësisht marzhet janë ndoshta disi më të ngushta se ç'kanë qenë në vitin 2023 dhe për këtë arsye edhe fitimi është shumë i mirë, por gjithsesi ritmi i rritjes fitimit është më i ulët se sa në vitin 2023. Nga ana tjetër dhe treguesit e kapitalizimit të veprimtarisë mbeten mjaft të mirë. Në krahasim me një vit më përpara, në fund të qershorit 2024, ai që ne konsiderojmë raporti mjaftueshmërisë kapitalit u rrit me 0.3% në 19.3%. Është një tregues i mirë dhe në përgjithësi bankat përveç se plotësojnë kërkesat që kërkon kuadri regulator i Bankës së Shqipërisë, kanë edhe një tepritje kapitalit, të cilën mund ta përdorin pastaj për kredidhënie. Rritja e kredisë ka qenë
e shpejt, do të thosha unë, sidomos në pjesën e parë të këtij viti, e cila është mbështetur si nga rritja e kredive në lek, ashtu edhe ndoshta me një rritje më të ulët e kredisë në valutë. Po në të njëjtën kohë edhe depozitat janë rritur, në terma vjetor me rreth 7%. Është një rritje e cila ka përfshirë edhe kjo, depozitat në lek dhe depozitat në valutë. Doja të mbetesha fakt tek kreditimi, unë e kam ndjekur me shumë vëmendje, pati një rritje të normës bazë interesit nga ana e Bankës Qendrore Evropiane, e cila u reflektuar me njëherë ka mbështypjen në tregun shqiptar, nisi kurrja e kreditimit në euro dhe rritja e kreditimit në lek apo jo? Po, këto 2 vitet e fundit, duhet thënë që ritmet e rritjes së kredisë në lek kanë qenë më të mira se sa kredia në valutë. Kjo edhe për faktin jo vetëm të efektit të mbiçmimit kursit këmbimit, i cili në një farë mënyrë ul disi vlerën e raportuar të kredisë në valutë, por edhe për faktin që normat e interesit të kredisë ose normat e interesit politikës monetare në Shqipëri kanë qenë më të ulta se sa në vendet e Bashkimit Evropian. Dhe kjo ka reflektuar edhe në normën e interesit të kredisë në lek, e cila ka qenë më konkurruese se sa më përpara në krahasim me normën e interesit të kredisë në valutë. Pra kërkesa për kredi në lek ka qenë më e fortë, njëkohësisht edhe oferta ka qenë më e mirë. E kuptoj, unë lexoj rregullisht raportet e Bankës së Shqipërisë, si edhe të departamentit që drejtoni juve. Më bën përshtypje gjatë vitit 2023 kemi shumë raste kur biznese kryesisht kanë konvertuar kredit nga euro në lek dhe kanë vijuar pastaj me shtyerjet e tyre në lek. Përse ka ndodhur? Kemi një informim kemi një shtim të informacionit të konsumatorit shqiptar lidhur me kredin, me riskun e me tjera gjëra? Unë mendoj se përgjithsisht huamarrësit kanë parë që kanë pasur një kurs këmbimi më të favorshëm për ta, dhe një detyrim që e kanë pasur në valutë me një kurs më të favorshëm kanë vendosur ta konvertojnë në lek dhe ta shlyejnë në lek me po themi norma interesit të cilat tani janë relativisht shumë më të ulta se sa që kanë qenë po themi 5 vjet më parë apo 10 vjet më parë. Nëse do t'u jepni një këshill sot qytetarëve që potencialisht mund të marrin një kredi, ta merrni në lek apo në euro në sistemin bankar? Ne jemi gjithmonë në favor të huamarrjes në monedhën kombëtare. Kjo edhe për faktin se huamarrësit duhet të kenë kujdes në bilancin e tyre, pra duhet të shikojnë në çfarë monedhe i kanë të ardhurat e tyre dhe në përgjithësi borxhi duhet marrë në ato monedhë që mbizotron në të ardhurat e huamarrësit. Kështu që ne këtë kemi si parim. Pastaj ajo është një vendimmarrje që i takon individit, i takon bankës, por edhe në kuadrin regulator ne po themi favorizojmë ose ju kërkojmë bankave që në rastet ku ka huamarrje në valutë të jenë më të kujdesshme në analizën që i bëjnë kredimarrësit. E prekët edhe ju fillimisht tregu shqiptar nuk e reflektoi plotësisht atë rritje të normës bazë të interesit te kredia. Domethënë e patëm shumë të ulët normën e pse? Pati një konkurrencë mes bankave, pse? Jo, unë mendoj që faktori kryesor ka qenë mbiçmimi i kursit këmbimit. Okay. Pra mbiçmimi i kursit këmbimit ndikon pozitivisht në normën e inflacionit në vend, në rritjen e çmimeve në vend, nëpërmjet kanalit po themi të çmimeve të importuara, të mallrave të importuara. Ato kushtojnë më lirë dhe se rezultatet reflektohen më pak në nivelin e përgjithshëm të çmimeve në ekonomi. Për këtë arsye edhe nevoja për rritjen e normës interesit nga ana e Bankës së Shqipërisë ka qenë më e ulët se sa po themi në vende të tjera, ku normat e interesit kanë arritur edhe në vlera dyshifrore, 14-15%. Kështu që ky efekt ka qenë pozitiv, pasi sigurisht ka mbajtur koston e huadhënies më të ulët dhe ka ndikuar në plotësimin e nevojave për financim të aktorëve të ekonomisë. Dhe e lidhni këtë normë interesi të ulët edhe me ritmet e larta të kreditimit apo? Po duhet thënë që ritmet e kreditimit kanë qenë më të shpejta, sidomos në pjesën e parë të këtij viti, ne vërejmë që norma e rritjes vjetore të kredisë është 11%, sikur ta korrektojmë këtë për efektin paksues të kursit këmbimit. Okay. Norma e rritjes vjetore do shkonte 14%. Dhe që është një normë goxha e lartë. Unë mendoj që është një normë e lartë, është një rritje e shpejtë e kredisë. Nuk shohim problematik në këtë moment në terma të cilësisë kredisë apo në terma të po themi një lloj relaksimi të standardeve të kredidhënies nga ana e bankave. Gjithsesi, ne edhe në raportin e stabilitetit financiar kemi bërë një lloj paralajmërimi për bankat, për kredimarrësit, me idenë që po themi
të mbajnë, po themi në standard në nivelet sa më të mira analizën që duhet i bëhet kredi marsit, pavarësisht se kushtet, normat e interesit, kushtet në përgjithësi të zhvillimeve ekonomike janë pozitive dhe të mos tolerojnë, po themi, në mënyrën se si e japin kredin. E kuptova. Unë ndjek, si thash, raportet tuaja rregullisht. Ju keni qenë e përmendet shumë shpesh këtë riskun e kreditimit para 2-3 vitesh. Thoshit që po e shohim me vëmendje sepse edhe mund të rritet. Nuk ndodhi, nuk u materializua. Pse? Po, unë mendoj se kanë qenë disa faktorë, por ndër më kryesorët kanë qenë, po themi, bankat kanë qenë në gjendje që të punojnë me klientët e tyre, në mënyrë që t'i ndihmojnë për të kaluar një periudhë e cila erdhi nga norma interesi shumë të ulta, pandemia, inflacioni i lartë dhe rritja e menjëhershme e normave të interesit. Kështu që bankat kanë qenë në gjendje që të strukturojnë, po themi, në ato raste kur ka pasur nevojë, kredin me kredimarrësit të tyre dhe kjo ka bërë që të themi nivelet e kredive me probleme të mbeten në nivele të kontrolluara. Pastaj, siç e përmendëm më përpara, normat e interesit nuk janë rritur në ato nivele që janë rritur në vendet të tjera. Normalisht. Jo, normat e interesit nuk u pasqyrojnë tërësisht rritja e normës baza, apo jo, kam përshtypjen. Jo, norma baze e Bankës së Shqipërisë ka qenë në nivele shumë të ulta sesa në vende të tjera, për arsyet që i shpjeguam pak përpara. Dhe kjo do të thotë që edhe, po themi, stresi që ka ndjerë kredimarrësit ka qenë shumë i ulës sesa që mund të ketë ndjerë një kredimarrës në një vend tjetër ku normat e interesit kanë qenë shumë të larta. Pra këto dy faktorë mendoj se kanë ndihmuar që të mos kemi një rritje të dukshme në nivelin e kredive me probleme. Megjithatë, duhet thënë që në 6 muajorën e parë të këtij viti kredit me probleme janë rritur me gati 6%. Në terma vjetor nuk ka ndryshuar vlera absolute e kredive me probleme, ndërkohë që ai që ne quajmë raporti kredive me probleme, pra që vendosën raport kredit me probleme me totalin e kredis, ka rënë në nivel vjetor me 0.5%, në fund qershorit ishte në nivelin 4.7%. I pranueshëm, nivel i arsyeshëm për këtë lloj sasie kreditdhënie e tjerë? Po, jemi pranë niveleve të rajonit, jemi në nivele shumë të ulta se që ishim, po themi, në fund të vitit 2014, fillim vitit 2015, kur norma e kredive me probleme, raporti kredive me probleme ishte rreth 24-25%. Pra, në këtë drejtim është bërë një progres i konsiderueshëm. E kuptoj. Kredia kolaterale ose hipotekore, siç e njohim ne, ka njohur ose ka qenë thelbi kësaj rritje. Pse kanë kaq shumë qejf bankat këtë produkt, të paketë? Po, tu ka faktor të ndryshëm, faktor shoqëror, faktor ekonomik, faktor financiar. Popullsia ende ka një lëvizje në drejtim të kryeqytetit. Nevojat për strehim, hapësirat për strehim, ndoshta familjet ende kanë nevojë të përmirësojnë. Njëkohësisht investimet që bëhen në pasuritë e paluajtshme për t'i rinovuar gjithashtu janë pranishme. Normat e interesit tash janë aktualisht në nivele që janë shumë të mira në krahasim me 10-15 vjet më përpara. Pra mendoj që të gjithë këta faktorë, për të thënë dhe këtë tjetrën që kjo është një kredi e cila është e kolateralizuar, pra nga pikpamja e administrimit të rrezikut të kreditimit, në këtë këndvështrim është më e mbrojtur se sa kredit e tjera që mund të jepen, po themi, pa kolateral. Sigurisht analiza kryesore që i bëhet aftësisë paguese të kredimarrësit, por prania e një kolaterali e ndihmon bankën në një konceptim më të qartë të rrezikut. Pra këto janë arsyet mendoj unë që e mbajnë të qëndrueshme kërkesën për kredi. Në terma të përgjithshëm, po themi, ekonomia shqiptare ka nevojë të financohet më shumë, pasi raportet e kredis ndaj prodhimit brendshëm bruto në Shqipëri janë më të ulta se mesatarja e rajonit dhe shumë më të ulta se mesatarja e Bashkimit Evropian. Pra ky është një proces ndërmjetësimi financiar i cili duhet vazhdoj. Por sigurisht ne shikojmë shumë edhe ritmet e rritjes së kredis për arsyet që i përmenda pak përpara, pra për arsye që të ruhet standardi i kreditdhënies. Dhe për ta mbyllur pikën e kredis, çfarë prisni vijim sa i përket kreditimit? Ne mendojmë që kreditimi do vazhdojë të jetë në ritme të qëndrueshme. Sigurisht rritja me 14%, 15% është një rritje e lartë. Nga ana jonë ne kemi dhe disa masa makroprudenciale të cilat i kemi pikërisht për këtë qëllim. Dhe në këtë kuadër në fund të qershorit të këtij viti, Banka e Shqipërisë rriti normën kundërciklike të kapitalit nga 0% që e kishte në 0.25%,
pikërisht për të vepruar disi në mënyrë kundërciklike. Pra, në rast se shikojmë që ka zhvillime pozitive të përgjithshme, duke përfshirë dhe sektorin bankar, standardet ndërkombëtare këshillojnë që të veprohet në mënyrë kundërciklike, pra për t'i shtyrë bankat drejtkrimit të rezervave në kohë të mira, të cilat mund t'i përdorin pastaj në rast se cikli kalon në një drejtim rënje. Depozitat, drejtor, i kemi shumë të larta dhe flukset kanë qenë shumë të larta. Nga vinë? Po, depozitat, 80% e detyrimeve të bankave përfaqësohet nga depozitat. Depozitat janë kryesisht depozitat të familjeve dhe janë rritur edhe depozitat e bizneseve, po që kryesisht kanë të bëjnë më tepër me kredin që shkon dhe reflektohet edhe në gjendjen e depozitave. Përgjithsisht krediti kemi me një strukturë të pranueshme, rreth 35-40% janë kredi me afat dhe pjesa tjetër janë kredi pa afat. Gjysma e kredive është në lek, rreth 53% e kredive është në valutë. Ky është një raport që është shkruar në fakt gjatë viteve të fundit, përfaqëson një lloj po themi zgjedhje që bëjnë familjet për të po themi strukturuar portofolet e tyre të kursimit në një mënyrë të caktuar. Është një situatë, është një raport i mirë depozita kredi në fundit tek ai raporti që bëni ju? Raporti i kredive mbi depozitat është një raport rreth në fund të qershorit ishte 49%. Okej. Është një raport i mirë që tregon që pjesa më e madhe ose një pjesë e konsiderueshme e aktiveve të sektorit bankar është investuar në aktive likuide. Pra tregon që gjendja e sektorit bankar është likuide, është e mirë. Nga pikpamja e rreziqeve që ne monitorojmë, kjo do thotë që sektori bankar është në gjendje të përballojë goditje të natyrave të ndryshme, duke qenë se likuiditetin e ka shumë të mirë. Vendet të tjera në rajon këtë raport e kanë më të lartë, vendet e Bashkimit Evropian ndoshta e kanë afër 100%. Një debat që është kthyer në fakt edhe në diskutim publik tashmë është prezenca e fortë e euros në Shqipëri, e cila ka sjellë edhe prishjen e balancës mes lekut dhe euros dhe zhvlerësimin e euros. Banka e Shqipërisë ka vazhdimisht me qëndrimet e saj që është një zhvillim normal ekonomik. Është një zhvillim normal ekonomik, vërtet? Po, unë do të thosha që po, sepse treguesit ekonomik e reflektojnë një gjë të tillë. Në vitin 2023 kishim një përmirësim, po themi për herë të parë në shumë vite të deficitit llogarisë korrente, i cili erdhi kryesisht si rezultati i performancës shumë të mirë të sektorit të turizmit. 4.2 miliard euro ishte një shifër që dha qeveria, nuk e dha aty në fakt e përmendi edhe guvernatori. Po, të ardhurat nga turizmi janë shumë të mira, kanë vazhduar të jenë shumë të mira edhe në 6 muajin e parë të këtij viti dhe sigurisht po themi të ardhurat nga turizmi, remitancat që vazhdojnë dhe hyrjet nga investimet e huaja direkte, do të thotë që flukset e euros në ekonomi janë të rëndësishme, janë po themi të jashtëzakonshme në krahasim me 10-15 vjet më përpara. Kështu që kjo ka bërë edhe që të ketë një lloj mbiçmimi ose nënçmim të euros, mbiçmim të kursit të këmbimit të lekut në ekonominë shqiptare. Duhet thënë që është edhe një fenomen që është vënë re në periudha të ndryshme edhe në vende të tjera. Dhe që ka bërë që po themi bankat qendrore të përpiqen të absorbojnë një pjesë të kësaj oferte valute. Dhe ka qenë në fakt Banka e Shqipërisë mjaft aktive me sa di unë. A mund të flasim për një realitet të ri të kursit këmbimit, domethënë në vijim prisni që raporti lekë euro të jetë në këto nivele apo jo? Është e vështirë të thuhet se si do të jetë raporti ose si do të jetë niveli i kursit këmbimit në të ardhmen, varet shumë nga kërkesa dhe oferta në treg. Por mendoj që këto ndryshime që kanë ndodhur tani përfaqësojnë një lloj ndryshimi strukturor në ekonominë shqiptare. Është ndoshta e parakoshme të thuhet nëse do të vazhdojë apo jo, por sigurisht që nivelet aktuale të kursit këmbimit reflektojnë po themi zhvillimet që kanë ndodhur. Unë jam shumë kuriozitar pse Banka e Shqipërisë thot gjithmonë që na intereson më shumë që kursi këmbimit mos ketë luhatje se sa të ketë rritje apo ulje është tjetër gjë. Po, kjo është e vërtetë, sepse sidomos në afatin e shkurtër, luhatjet mund të krijojnë probleme tek portofolet e agjentëve të ekonomisë dhe mund të shtyjnë ata që të bëjnë veprime të nxituara. Për këtë arsye, ne preferojmë gjithmonë gradualitetin në lëvizjen e kursit të këmbimit për t'i lënë kohë, po themi agjentëve të ekonomisë reale që të përshtatin portofolet e tyre.
Ndërkohë që edhe Banka Qendrore Evropiane ka nisur një cikël uljesh normës bazë të interesit. Mund të kemi rikthim të shqiptarëve tek kredia në euro, duke qenë se pati edhe një pauzë gjatë vitit shkuar? Ky zhvillim, mundësia për këtë zhvillim ekziston. Duke qenë se po themi nga pikpamja e huamarrësit, marrja një borxhi në euro dhe pagimi i kësteve të këtij borxhi me kurse këmbimi të qëndrueshme në nivelet relativisht të ulta mund të duket si të rejse. Megjithatë, rreziku i kursit të këmbimit aty është gjithmonë i pranishëm. Pra, kredimarrësit që kërkojnë një kredi në valutë, këtë duhet ta kenë gjithmonë parasysh. Mund të duket një situatë shumë e mirë aktualisht, por në të ardhme, flasim me vite, mund të ketë goditje të ndryshme të cilat mund t'i përballin ata me stres në aftësinë paguese. Kam parasysh një deklaratë fundit të guvernatorit, por edhe të Bankës së Shqipërisë në përgjithësi, që mund të mendohet një frenim i blerjeve në vlerat vogla në euro. Do të funksiononte? Mund të ndodhë dhe do të funksiononte? Frenim në ç'kuptim? Do të thoshte guvernatori që mos të blihet në për dyqane më me euro, siç ndodhi dikur në Kroaci. Okej, e kuptoj. Patjetër që moneda e Shqipërisë është leku. Dhe sigurisht çdo vend normalisht duhet të diskriminoj, po themi, monedat e tjera, po duhet të ketë një lloj, po themi, diferencë midis kushteve të përdorimit të monedës kombëtare dhe asaj të përdorimit të monedave tjera. Sigurisht ne pranojmë që Shqipëria është shumë pranë Bashkimit Evropian, marrëdhënie tregtare i ka me shumë nga këto vende. Këtu ka një lloj paradoksi, ne po shkojmë atje tek euro, ama ta frenojmë euron, ë? Po, por ideja nuk është ta zhdukim euron, është pothuajse e pamundur dhe njëkohësisht është ekonomikisht dhe financiarisht e dëmshme. Kështu që ideja është për të sjellë nivelet e përdorimit të euros në ekonomi në nivele të cilat janë disi më të ulta dhe të ngjashme me vende me ekonomi të ngjashme me Shqipërinë. Nga ana tjetër, hyrja në euro nuk do thotë që me domosdo duhet të adoptojmë euron. Ka vende të Bashkimit Evropian të cilat kanë zgjedhur. Kroacia 2023 për shtati euron. Po, por ka vende të tjera të cilat kanë zgjedhur që të ruajnë monedën kombëtare, pavarësisht se janë në Bashkimin Evropian. Pra, ky është një diskutim që sigurisht duhet bërë në një kohë tjetër, në një të ardhme, se çfarë do të preferohet, por aktualisht për sa kohë ne kemi monedën tonë kombëtare, është afërmendsh mendoj që të themi të ruhet preferenca e përdorimit të monedës kombëtare dhe atje ku është e mundur përdorimi i monedës së huaj në këtë rast të euros të mos mbështetet. Të flasim në terma afatshkurtër, si e shihni sistemin bankar 2-3 vitet e ardhshëm? Treguesit që ka aktualisht sektori bankar na bëjnë optimist për gjendjen, pra sektori bankar është i qëndrueshëm, është likuid, është me fitim, por kjo nuk do të thotë që, pra, duhet thënë që kjo periudhë duhet shfrytzuar në mënyrë që, po themi, rezervat e sektorit bankar për zhvillimet e financimit në të ardhmen të jenë edhe më të mira. Dhe kjo do të thotë për shembull që në rast se ky fitim është, siç është aktualisht, shumë i mirë, është e udhës që një pjesë e konsiderueshme e këtij fitimi të kapitalizohet në mënyrë që të mbështesë veprimtarinë e sistemit financiar në të ardhmen. Performanca e sektorit bankar sigurisht nuk varet vetëm nga performanca e tij vetjake, nuk varet vetëm nga kushtet gjendja e tij, varet edhe nga zhvillimet ekonomike në përgjithësi, varet edhe nga zhvillimet rajonale dhe botërore, pra ka disa, sigurisht ne e dimë që zhvillimet aktuale në botë kanë shumë sfida, kanë shumë problematika. E rëndësishme është që ne të ruajmë treguesit sa më të mirë të veprimtarisë financiare të sektorit bankar, të sistemit financiar në tërësi, sepse në këtë mënyrë ai do të jetë shumë i aftë për të përballuar çdo goditje në të ardhmen. Gjithë këto flukse turistësh, 10 milion, 12 milion, 13 milion priten më shumë. Çfarë ka ndryshuar në sistemin bankar ose në raport që ky sistem ka me klientët? Por në përgjithësi sigurisht që të ardhurat nga transaksionet, pra nga, po themi, nga jo të ardhurat nga interesat, po të ardhurat e tjera janë përmirësuar, janë shtuar, pasi ky fluks njerëzish që vinë dhe vizitojnë vendin tonë, sigurisht që kanë nevojë të kryejnë transaksione bankare, dhe kjo do të thotë që ata përdorin bankat, përdorin kartat. Okej, të doja të, po?
Dhe kjo sigurisht që shoqërohet edhe me të ardhura për sektorin tonë bankar. Nga ana tjetër është efekti që tham pak më përpara i kursit këmbimit, i cili ndikon në një mënyrë në balancat e sektorit bankar. Në të shumtën e rasteve duke, po themi, jo ndryshuar në thelb strukturën e bilancit, por vlerat e raportuara në lek, sigurisht për teprisat në valutë janë më të ulta. Drejtor, ishte kënaqësi që ju kisha në këtë intervistë. Faleminderit.